Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Venit Beci ka inspektuar nga afër punimet që po kryhen nga bordi i kullimit dhe ndërmarrja e shërbimeve dhe puneve publike në kanalin kullues pranë harkut të Berdicës. Gjatë intervistës për mediat, kryebashkiaku shpreh se kjo ishte një ndërhyrje domosdoshme në një kanal që nuk ishte pastruar prej vitësh dhe ishte kthyer në një zonë pa zot. Kjo ndërhyrje që po bën tash besoj se do zgjidhë përfundimisht një nga problemet më të mëdha, do thoya, gjatë përmbytjeve në Shkodër, që është nyja e harkut Berdicës që përmbytet gjithmonë. Shpresoj shumë që të zgjidhim këtë problem me këtë pastrim. Do doja ta falenderoja edhe bashkëpunimin që kemi pas me bordin e kullimit, edhe ndërmarrja jonë e bashkisë, kanë punu bashkë. Ky ka qenë një kanal që ka qenë pa zot. Nuk dihen në inventarin e kujt ka qenë, asnjë se ka pas marrë përsipër, dhe kjo ka qenë arsyeja që ka mbet. Tani u bashkuam forcën, morëm makineritë nga bordi i kullimit dhe makineritë e ndërmarrjes son. Është një punë voluminoze, punë shumë e madhe, por jashtëzakonisht me impakt të lartë për gjatë kohës së përmbytjes. Besoj se bashkë me problemet e kolektorëve që kemi zgjidhur Shkodër, kanaleve që kemi zgjidhur Shkodër, kjo është mendoj e fundit që na krijon një funksionim më të mirë gjatë kohës së tërheshjes. Sipas banorëve, kjo është një ndërhyrje shumë pritur që shmang rrezikun e përmbytjeve në këtë zonë. Është shumë e mirë kjo që u bëhet këtu. Ky vepër për ne 20 vjet, sa prek me dorë. Mi 20 vjet. Edhe kena ne sa herë ka rashiu, kena ne me frikë apo na bllokohet harku i Berdicës. Jena bllokuar. Unë besoj se me këtë ndërhyrje ne kemi zgjidhur përfundimisht problemin e ujërat të harkut të Berdicës. Kështu që punoni, ne i na punojmë. Na si banori na shumë të kënaqur. Edhe ky kanali herë ka bën një gjë të madhe që ka hymja Baçallekut. Ka kanë mbuluar të 7 vjet. Bollë që është pastruar, rregulluar. Prej ditësh në këtë segment po punohet në kanalin kryesor kullues të Baçallekut, si dhe në kanalet që lidhen me zonën e Berdicës. Pas kolektorëve të qytetit, kjo ndërhyrje konsiderohet një nga punimet më të rëndësishme për përmirësimin e sistemit të kullimit të ujërave të shiut në hyrje të qytetit të Shkodrës.